Falenderojmë shkollën e kitarës Mirela që na argëtuan qaste shumë të bukura në kuadër të takimeve të kulturës Kadri Kadriu në edicionin e 43 të tyre. Ne jemi rikthyer përsëri për të vazhduar tutje tani programin, duke ndarë çmimin Afrima Liçi, çmimin post-mortum dhe çmimet inkurajuese. Çmimi Afrima Liçi shkon për interpretimin më të mirë të autorit Mehmet Breznica në poezin Urna me hirin e të parëve të mi. Për të ndarë këtë çmim, ftojmë ish-drejtorin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, zotrin Nexhmi Balaj. Unë shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj. Diskutimi imi përpashëm nuk kishte për ndonjë xhelozi, po kishte për ndërtim trendit profesional që ndalmen jemi më të përgjeshme. Poezia është mbretëresha e gjitha arteve. E falenderoj me kish problem se është ndahet në emër të një patrioti, një njeriu shumë të madh, që në poezi kum pasu në ta lexoj sonte, edhe do të lexoj se me 3 poezi kom konkuruar, me 1 ese edhe me 1 tregim. Duke që shpërblimi është dikun 400 euro, sa kum lexu unë. A është ashtu? Atëherë, shfrytëzoj rastin se u jam Mehmet Breznica, mos kam i Serbia më nështrua. Lejoni që 200 euro të ndaj për familjet Afrimit, 200 euro për profesorin tim, familjen e tij Kadri Kadriu, do të thotë mund t'i marrin të hollat se nuk ju besoj. Kur ndahen mjetet, se du me pa mjetet këtu, jam ndërzuar familjeve të atyre që tha. Me program po mjetet, ku kje, që do akuj? Me të që ju duhet me avqukrinë, jë marrë të ndrejtëri. Po dashë të me i pru, edhe unë me i dërzua. Mirë, po ju e caktoni personelin kryesor që ka me i dërguat të hodhat. Po. Ju falenderoj përsamërsisht. Nëse më lejohet, e kisha lexuar edhe një poezi që ka të bëj kryhkut me Afrimin, edhe me gjithë herojt e Kosovës, që se jeni për ata. Lërkuqet e gjatë të tim, shmorët të mi, e shpërvejrë të shluar, mire shpaljosit. Në pritje veta i të shluar, zëryt, shanëve të minë, bëhet yll mbi qilin tim, në grysën ditët, dhrohen stinët, në sofrën tonë, mungon ti. Breg më breg, e deg më deg, dhëm të qilit shtynë u reshtje, resh breshe vrasin rufet varëve tona në përshekuj. Malet heshtin, i rënda, përmbi kulla që qojnë shtatë, vdesin në gjallën si në balada kraht e Shqipës mbytur në gjak. Vërshojnë e sëndalen lumejnë tanë, duan të mblidhen në detin e vetë, rjedhin nga krojët e gjaku ton gjak që u vreshtipja mbi bajonet. Kur s'varrosën shpresa tona, në zanën ton grehen flamur, s'jemi varre, por murana të Kosovës lule buzhur. Në munges, nëna të ndau një copë bukë pa vdekësie, në sofrën e baladave që nuk vdesin kur. Emrit, kështjel njërije, gjak i ndezur,
biflamor. Ju falenderoj. Të juristë në rritë tash në shumë vlerësua kjo poezi. Do të ndajmë tani çmimin post-mortem, mirënjohje për kontributin e dhënë në sferën e letërsisë dhe artit për Fatmir Halimi. Për të ndarë këtë çmim ftojmë kryetarin e komunës të Podujevës, zotërin Fahri Restelica. Përshëndetje për gjithë juve të pranishëm. Fillimisht deshta me falenderu Ministrinë e Kulturës për këtë mirënjohje në nder të kujtimit të babait tim Fatmirit. Unë jam Saranda, vajza e shkrimtarit, poetit edhe gjuhtarit Fatmir Halimi, i cili fatkeqësisht para 3 muajsh u nda nga kjo jetë. Andaj për neve është nder edhe jemi falenderues ndaj Drejtorisë së Kulturës për këtë çmim që e nderon figurën e prindit tim. Kontributi i tij në artin e letërsisë ka qenë i pandalshëm gjithherë, duke filluar si gjuhtar, poet, shkrimtar, redaktues gjuhësor, kritik letrar, botues dhe drejtues i shumë projekteve dhe shumë festivaleve e orëve letrare në Podujev. Po ashtu njëherë është edhe udhëheqës dhe drejtar i panajirit të librit që u mbajt për herë të parë në Podujev, i cili u vazhdua me 3 edicione radhazi. Kontributi i tij në artin e letërsisë nuk u ndal asnjëherë, andaj ky kontribut e bën atë si një figurë të paharrueshme, edhe një figurë kyçe në artin letrar e sidomos në artin letrar llapjan. Andaj në këtë rast desha që të ndoj edhe një njoftim me juve që po atë muj që babim Trojet ka pas me publiku romanin e tij, i cili është përkrahur nga Ministria e Kulturës. Romani titullohet Suzi. Ai roman ka pas me u publiku në muajin shtator, po fatkeqësisht pas këtij rasti është shty botimi dhe andaj dua të ndaj njoftimin me juve se botimi i këtij romani është në proces dhe i ftoj të gjithë miqt e tij dhe artdashësit e letërsisë që të marrin pjesë në promovimin e tij, cilin do ta bëjmë njoftimin pak më vonë. Krejt në fund, jashtë garës dhe konkurrencës, gjatë kohës sa isha ulur këtu, edhe i pash miqt e babit, unë shkruajta një poezi për babin. Apo më sheh se po të kërkoj e s'po të shoh. Po i shoh miqt e tu jetën tu e vazhdu. E jeta jote bab, pse u shu? Bab, apo më sheh sonte është dosht edhe ti këtu me ko. Hajde, bab, se s'muj asgja me thonë. Apo më sheh, prapa, ki me ardhë. Apo gjithë ku me utjeki me madhë. Bashkëpunimi në këto qaste me juve nderuara familje, të jetoni me kujtimet më të mira për të ndjerin, si një poet dhe njeri shumë i dashur jo vetëm për juve, por edhe për të gjithë neve si qytetarë të Podujevës dhe ndoshta edhe si bashkëpunëtor në disa projekte edhe ne si Drejtoria e Kulturës. Faleminderit shumë edhe për këto emocione që na i dhatë. E ne tani do të vazhdojmë duke ndarë edhe 5 çmimet inkurajuese të kësaj gare. Çmimin e parë e fiton Rudi Berisha me Qiriu, Portretet në sy të motrës.
Ndërsa çmimin e dytë, Adelina Qarkaj me po nuk ece me këpucët e mia, mos fol të zgjaheve tua. Për të ndarë këto dy çmime ftojmë udhëheqësin e kulturës, zotri Jakub Gashi. Edhe një në emër të klubit letrar Zarbazit ju falenderoj. Është hera e parë që më ndahet çmim. Është e vërtetë që kam fituar mbi 105 çmime në mbar trojës shqiptare. Është çmimi i parë që e fitoj në komunën time dhe ky do të jetë çmimi më i veçantë, do të jetë çmimi më për zemër dhe këtë çmim ja dedikoj nënësit e të ndjerë që vije për familjes të Adem Dëmaqit, sepse unë jam nip i Adem Dëmaqit. Desha dhe familjes Halimi t'ju shprej ngushëllime, të ndaj dhimbjen me ju dhe fatmiri i qoftë në paqe përjetësisht, edhe pse kanë rrugët janë të vështira drejt artit, kanë kritikat nuk i bashkojnë njerëzit në paritet dhe qëllimet, por gjithmonë emocioni i bashkon njerëzit. Andaj Zoti i bekoftë të gjithëve, paqe faqen e bardhë, e rrugët e mbarë të gjithë në kulturë, art dhe në zhvillimin e tokës tonë, në zhvillimin e shtetit tonë. Faleminderit shumë. Në tretë e fiton Albiona Januzi me Vaj i shkrimtarit, e pastaj çmimin e katërt e fiton Valza Fusha me poezinë Besianës së pathyeshme. Për të ndarë këto çmime ftojmë zyrtaren e rinis Blerina Fezullahu. Çmimin e pestë të fundit e merr Erona Sadiku me E çmendur apo jo. Ftojmë antaren e juris Majlinda Deda. Është poet, shkrimtar, mysafir të respektuar, dashamir të fjalës së bukur poetike. Kjo ishte gjitha çfarë është përgatitur sonte në edicionin e 43 të takimeve të kulturës Kadri Kadriu. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj, ju urojmë festat e fundvitit dhe mirupafshim në takimet e radhës.